A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Falënderojmë dhe lavdërojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Salavat dhe selam i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe ndjekësve të rrugës së tij. Jemi në para një date shumë të rëndësishme, gjithsesi jemi në një muaj shumë të veçantë, që është muaji i parë i kalendarit të hënor, muaji Muharram, të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e ka quajtur muaji i Allahut. Edhe pse të gjithë janë muajt të Allahut të madhruar, mirë po këtë muaj Allahu e ka veçuar duke potencuar dhe duke theksuar se ky muaj takon Allahu subhanahu wa ta'ala, që është një vlerësim shtesë për këtë muaj. Muaji Muharram ka vlerë të veçantë dhe kjo është një temë në vete. Mirë po, dita më e mirë dhe më e rëndësishme e këtij muajit është dita e Ashuras. Do të flasim pak fjalë rreth rëndësisë së kësaj dite dhe kuptimit dhe vlerës. Nuk ka dyshim se datat e rëndësishme fetare shërbejnë për t'i ngjallë ndjenjat e besimtarëve në mënyrë që ata t'i kthehen Allahut subhanahu wa ta'ala dhe të ecin drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe sigurisht që kjo është një shans shumë i madh për të shlyer mëkatet, për të adhuruar Allahun subhanahu wa ta'ala, e kështu me radhë ashtu siç janë shanset e tjera. Dhe në përgjithësi Allahu subhanahu wa ta'ala njerëzve ju jep shumë shanse për të përfituar sevape dhe për të shlyer mëkate. Shanset janë të shumta, mirë po parashtrohet pyetja sa njerëz vallë ekzistojnë të cilët dëshirojnë që të arrijnë faljen e Allahut azza wa jall, rahmetin, mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, e kështu me radhë. Çka ka ndodhur në ditën e Ashuras? Pse është kjo ditë e rëndësishme? Kjo është një ditë e rëndësishme sepse siç transmeton Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu në një hadith që e ka shënuar Imam Muslimi në Sahihun e tij, se në këtë ditë Allahu subhanahu wa taala e ka shpëtuar Musain alayhis salam nga dhe popullin e tij dhe ndjekësit gjithësisht ndjekësit e Musait alayhis salam nga tirania e faraonit dhe popullit të tij. Dhe kjo ka marrë domethënë një vlerë të veçantë. Pra është një ditë, një datë e rëndësishme që ka të bëjë edhe me popull tjerë. Prandaj transmetohet se edhe ehlu kitabi, më thënë hebrejt dhe të krishterët, e kanë madhruar këtë ditë, ashtu siç e kanë madhruar, është interesante edhe i dhujtarët e Mekës. Sa është vlera, çka duhet të bëjmë gjatë kësaj dite? Sa është vlera e veprimit të punëve të mira në këtë ditë? Kjo ditë duhet të shënohet nga besimtarët me agjerim. Dhe ai i cili agjeron këtë ditë, ditën e 10 të muajit Muharram, ka thënë pejgamberi ahtasibu ala Allah an, yaghfira lis-sanati allati madat. Shpresoj te Allahu subhanahu wa taala që me agjerimin e kësaj dite t'i shlyen mëkatet e vitit të kaluar. Sevapja shumë i madh. Me agjeru ditën e Ashuras, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është një shpresë e madhe se Allahu subhanahu wa taala për shkak të agjerimit të kësaj dite i fal gjunahet e një viti që ka kaluar. Një viti, i cili ka kaluar më herët. Pra, kjo ditë duhet të agjerohet. Mirë po, është mirë që kësaj dite t'i shtohet dita e 9 e muajit Muharram. Të agjerohet është sunet dhe gjithashtu dita e 10 që është vlera e veçantë e ditës së Ashurës. Dita e Ashurës do të thonë agjerohet me një ditë përpara, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur urdhëroi shokët e tij që të agjerojnë këtë ditë, ata e kishin të qartë shokët e pejgamberit se besimtari me adhurimin e tij dhe në përgjithësi duhet që të dallohet nga kultura tjera, nga fe tjera, nga veprimet e feve dhe civilizimeve tjera. Prandaj sahabët radiallahu anhum ejmain e pyetën pejgamberin sa, thanë ja Rasulullah, ashtu siç transmeton gjithashtu Ibn Abbas dhe shënuar në Sahihul Muslim, thanë o i dërguari i Allahut, këtë ditë
që ti na urdhrove ta agjerojmë. Është një ditë të cilën e madhrojnë çifutët dhe të krishterët. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse do të jetoj deri në vitin e ardhshëm, do t'ja shtoj me agjerim edhe ditën e 9. Do të thonë të bëj një veprim i cili do ta kundërshtoj veprimin e çifutëve. Për arsye se në shumë ibadete të ndryshme, në shumë sjellje, madje edhe në pamjen e besimtarit, është i obliguar besimtari që të dallohet dhe të kundërshtoj kultura tjera dhe fe tjera. Për arsye se besimtari e ka, domethënë, kulturën e tij të veçantë, pamjen e tij të veçantë, sjelljen e tij të veçantë, ashtu sikur se e ka dhe besimin e pastër të veçantë që nuk përngjasohet me asnjë besim tjetër. Në këtë rast potencohet rëndësia e madhe e kundërshtimit të tjerëve që nuk janë musliman. Domethënë, ne nuk duhet të bim në ndikimin e feve të tjera. Andaj një prej synimeve shumë të rëndësishme, madje edhe një prej kërcënimeve të fesë Allahut subhanahu wa taala është që të mos përngjasohemi me popujt e tjerë, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush i përngjan një popullit, ai është prej tyre. Prandaj këtu duhet shumë të ndalen dhe të mendojnë të gjithë ata të cilët janë të mahnitur me njerëz jo musliman, me kulturat e tyre, me sjelljet e tyre, me pamjet e tyre e kështu me radhë. Gjithashtu, kur flasim domethënë për agjerimin e ditës së Ashuras, duhet të gjithë të kuptojmë rëndësinë e madhe të bashkimit të besimtarëve njëri me tjetrin. Për arsye se nuk është, siç thash, një datë e veçantë për muslimanët, por dita e Ashuras është një datë që ka qenë e njohur edhe te popujt tjerë. Dhe besimi i pastër, ngadhnimi i të vërtetës, mposhtja e të keqes, solidarizimi me të mirën dhe mohimi i të keqes, rreshtimi me të mirët dhe kundërshtimi i të këqive është motoja që i bashkon të gjithë njerëzit pa marrë parasysh gjuhët e tyre, prejardhjet e tyre dhe pa marrë parasysh kohët në të cilën jetojnë. Për shembull, me shënimin e kësaj dite, duke agjeruar për hir të Allahut subhanahu wa taala, ti bashkohesh me Musain alayhis salam dhe popullin e tij, të cilët kanë qenë përfaqësuesit e të vërtetës në atë kohë. Do të thonë, kjo ditë i bashkon besimtarët që flasin gjuhë të ndryshme, që kanë prejardhje të ndryshme dhe që jetojnë në kohë të ndryshme. Do të thonë, nuk jetojnë në një kohë, sepse të gjithë kanë një synim, ajo është të arrijnë deri te Allahu subhanahu wa taala. Një gjë tjetër e rëndësishme që e kuptojmë me këtë datë, me ditën e Ashuras, është se çdo herë fundi, fitoria, ngadhnimi i takon njerëzve të devotshëm. Dhe ne duhet që të bashkohemi dhe të rreshtohemi me ata njerëz të cilët kanë përfaqësuar të vërtetën, sa ata me siguri në fund do dalin ngadhnimtar. Dhe secili prej nesh duhet të ndalet dhe të mendoj se me cilin do të rreshtohet. Do të rreshtohet me njerëzit që ecin drejt Allahut subhanahu wa taala, apo do të rreshtohet me njerëzit të cilët kundërshtojnë fenë Allahut subhanahu wa taala. Ato që do ta shihni dhe do ta ndëgjoni nëpërmjet shumë mjeteve të informimit, janë disa gabime që bëhen gjatë shënimit të kësaj dite. Ato gabime duhet të kuptojmë shumë mirë se nuk kanë të bëjnë fare me fenë islame. Fjala është për paraqitjen e pikëllimit dhe paraqitjen e ditës Ashuras si një ditëzie, të cilën e bëjnë shiitët Rafidi, të cilët në këtë ditë dënojnë vetveten e tyre nëpërmjet formave të xahiljetit klasik të vjetër, për arsye se rastësisht ka ndodhur që Huseini radiallahu anhu pa drejtësisht dhe me zullum të madh vritet në këtë ditë.
dhe ata e shënojnë këtë ditë si ditë zie. Nga ana tjetër, shohim nga disa njerëz, disa veprime të cilat janë në kundërshtim të plot me këtë që e bën, ose është faqja tjetër ose ana e tjetër e shënimit të kësaj dite, duke e festuar këtë ditë, duke veshur rroba të reja, duke shprehur haren dhe gëzimin e tyre, që gjithashtu nuk ka bazë në fenë Allahut subhanahu wa taala. Këtë e kanë bërë disa persona ose një grupacion që është quajtur Nasibi dhe i cili nuk ekziston sot e kësaj dite, të cilët kanë luftuar familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ajo që dua ta theksoj dhe të mos harroj pa e thënë është se ushqimi që shpërndahet në vendet tona dhe i njohur me emrin Ashure, me thënë, është një manifestim i gëzimit që është i ndaluar, do me thënë, të shprehet në këtë ditë për arsye se nuk është pjesë e adhurimit me cilin ne duhet ta shënojmë ditën e Ashuras. Me thënë, ushqimi i Ashurës që shpërndahet këto ditë ka të bëjë gjenezën e ka, me thënë, nga njerëzit të cilët kanë shprehur atë të kundërtën e shiitëve, të cilët e kanë llogaritur Ashuran si një ditë zie, kurse disa prej nasibive që nuk janë prej ehli sunetit, më thënë, e kanë bërë të kundërtën duke shprehur haren dhe gëzimin e tyre për t'i kundërshtuar shiitët, nëpërmjet rrobave të tyre, nëpërmjet stolive që i kanë përdorur dhe nëpërmjet ushqimit. Prandaj shpërndarja e ushqimit është një prej bidateve që nuk ka bazë në fenë Allahu subhanahu wa taala. Nuk është, megjithëse njerëzit ndoshta nuk e bëjnë me këtë niyet, që të shprehin haren për vrasjen ose gëzimin e tyre për vrasjen e Husenit radiallahu anhu. Ndoshta nuk e bëjnë me këtë qëllim. Mirë po, gjeneza e këtij adeti, këtij zakoni, që shpërndahet, domethënë, ushqimi që bëhet me gru dhe me disa, domethënë, përbërës tjerë të ushqimit, domethënë, e ka gjenezën e keqe dhe llogaritet një vepër e shëmtuar, sepse e kanë bërë njerëz të shëmtuar, me një qëllim të shëmtuar që të shprehin gëzimin e tyre për vrasjen e Husenit radiallahu anhu. Prandaj duhet të mënjanohet dhe të kuptohet se nuk ka të bëjë asgjë me fenë islame mbajtja zi në këtë ditë, ashtu siç bëjnë shiitët Rafidi, për arsye se fenë islame ka ndodhur dhe fatkeqësi shumë më të mëdha, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e as sahabët e tij, as imamat e fesë islame nuk e kanë konsideruar si fetë, nuk e kanë konsideruar si kurse data zie, siç është për shembull vdekja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk ka fatkeqësi më të madhe se sa vdekja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po, askush prej muslimanëve nuk e ka shpall këtë ditë si ditë zie, prandaj nuk do të duhesh të shpallej as dita e Ashuras. Thjesht dita e Ashuras është një ditë e veçantë në të cilën Allahu subhanahu wa taala i ka ndihmuar besimtarët dhe duhet të agjërohet dhe me shpresë të plotë të Allahu subhanahu wa taala se një ditë, se kjo agjërimi i kësaj dite, pra një ditë të muajit Muharram, do të shkaktojë që të shlyen mëkatet e vitit i cili ka kaluar.